Krye negociatori i Shqipërisë për Bashkimin Evropian Zeth Mazi ka kundërshtuar hapur propagandën e kryeministrit Edi Rama i procesin e integrimit evropian duke e quajtur një iluzion politik. Në një intervistë për Birn, Mazi tha se pretendimet për integrim të shpejtë janë të pambështetura në realitet dhe shërbejnë më shumë për një konsum të brendshëm politik. Sipas Mazit, qeveria ka propaganduar hapjen e 16 deri në 35 kapitujve të negociatave që nga viti 2022, por deri më tani asnjë prej tyre nuk është mbyllur. Ai soti shembullin e Marit të Zi, i cili që prej vitit 2012 ka hapur 32 kapituj dhe vetëm 5 janë mbyllur në vitin 2025. Kjo sipas tij tregon qartë vështirësitë reale të procesit dhe bën të pabesueshme deklaratat për përfundimin e negociatave deri në vitin 2027. Mazi theksoi se integrimi nuk është një çështje partie politike, por një proces që përfaqëson të gjithë vendin. Kur një vend bëhet antar i Bashkimit Evropian, aty shkruhet emri i shtetit, jo ndonjë partie. Pjesa tjetër është thjesht propagandë, tha ndërtira ai. Ai kritikoi gjithashtu mënyrën se si Rama e shfrytëzon hapjen e kapitujve për qëllime propagandistike, duke kthyer në spektakël publik dhe udhëtime në Bruksel që nuk ka nevojë për ceremoni. Për Mazin, ky është një keq interpretim i qëllimshëm i një procesi teknik i përdorur për përfitime politike afatshkurtra.